Kafen e merr falas. Kështu është kur përdor Patoko. Unë jam Marr Brigadia, jam bashkëthemelues dhe CEO i Patoko, apit të përditshmërisë. Kam një eksperiencë shumë të madhe në disa fushë të ndryshme të jetës, duke filluar nga sporti, televizioni, puna në korporata, në qeveri, etj. Patoko lindi si një dëshirë për demokratizuar shërbimet esenciale të përditshmërisë, për të fuqizuar nga njëra anë përdoruesin, që ka nevojë për shërbime të ndryshme gjatë ditës, dhe ata tregtar të cilët mbase nuk e kanë mundësinë që të kenë akses në teknologjinë të nivelit më të lartë. Bashkimi i këtyre dy anëve të tregut bën që Patoko të jetë i suksesshëm në ofrimin e shërbimeve të kërkesës dhe të ofertës. Patoko në një farë mënyre është api i përditshmërisë që nënkupton që nëse ti je një përdorues që ke nevoja mobiliteti, pra që të lëvizësh nga një pikë në një pikë tjetër në qytet ose në një hapësirë caktuar, e gjen zgjedhjen aty nëpërmjet taksisë, nëpërmjet gjetjes informacionit për autobusëve, makinave me qira dhe së fundmi edhe rezervimit të udhëtimeve me helikopter. Për sa i përket shërbimeve të rezervimeve të tjera, duke filluar nga pastrimi i shtëpisë, pastrimi i biznesit, tek pastrimi i teshave të tua, rezervimi të restoranteve, fuqizimin e biznesit për sa i përket loyalty dhe njohjes së klientëve të tyre, të gjithën e gjen në Patoko. Planet afat shkurtra të Patokos janë që të shtrihen në gjithë Shqipërinë në shumë shërbime. Planet afat mesme kanë të bëjnë me shtrihen në Ballkanin Perëndimor me shërbime të cilësuara sipas tregjeve ku ne do shkojmë. Ndërsa nëse ne kemi sukses me këtë hipotezë të parë, do të duam pastaj të shtrihemi edhe në tregje ose të Europës ose më pas në tregje që janë në zhvillim si Shqipëria.